Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ne sa jemi nisur do bëjmë një udhëtim të shkurtër sot. Gjithmonë ne udhëtimet i bëjmë në natyrë, nga që kemi dhe fëmijët edhe në vende të tjera është pak e vështirë që të ikim. Kështu që po, do vemi në një pyll, nuk e kemi që ndonjëherë, e kemi 2-3 orë larg. Do të tregoj atje unë dhe Emi, nuk e di si është, thjesht kishim shumë kohë që donim të vini, po s'ishim bërë mbar. Dhe po, jemi nisur që në mëngjes dhe jemi në traget tani. Nuk ju kam hapur më shpejt sepse me fëmijë është mëngjesi ishte i vrutshëm, bile dhe make-upi nuk e përfundova se ashtu ndodhen gjërat edhe nuk kisha më fare mendje për ta mbaruar, kështu që thjesht e mbyer pak thjesht. Kështu sot do vemi dhe në diku tjetër, por do t'ua tregoj gjatë ditës, nuk është se do vemi vetëm në një vend, po mendojmë që do vemi në diku tjetër dhe pastaj do kthehemi besoj nga darka në shtëpi. Ishim dhe këtu të ky pylli që është kjo ura me piano. Edhe po, ishte lezetshëm, bëm disa foto. Tani do ikim në Thermopiles që janë Lindxha. Do shkojmë atje të bëjmë nga një banjë dhe pastaj do ikim në shtëpi. Kështu. Këtu ja kaluam mirë, lezetshëm, edhe kaq, nuk është se ndenjim shumë pak kemi ndenjur. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Sa kam çuar Ailën në kopësh, vendosa jasona në gjumë, e ushqeva dhe vendosa në gjumë, edhe u ula që të ha mëngjesin. Kam bërë një pjadinë me avokado, djathë e me plot gjëra, dhe po pres dhe kafen. Thash që t'u hapja që tani që flë jasona, sepse tek vlogu i fundit, kur e kam edituar, kam parë që fëmijët kanë bërë shumë zhurmë edhe nuk e di po do dëgjohem. Kështu që thash të nisja tani që është qetësi shtëpia, nuk ka të bërtitura apo të folura, edhe do dëgjoni më rehat. Po, ne u kthym nga udhëtimi, unë nuk u filmova më, sepse fillon fëmijët të grindeshin, sidomos jasona. U lodh, fëmijë është edhe donte të flinte, kështu që kuptohet ajo. U dhash pak telefonin të shikonin pak fare, jasona duhet këtë parë diku 5 minuta, jo më shumë. Edhe Aila aty tek gjysore e mori minjanë se zuri gjumë jasona, sepse nuk dija si të menaxhoja më dhe ne po vinim. Kështu që kur erdhëm pastaj, jo për më të rutinën e darkës, hëngrën edhe pletën. Edhe prandaj dhe nuk ju fola. Ne ja kaluam shumë mirë, u kënaqëm. Një ditë pak më ndryshe se sa ditët e tjera, atje tek pylli që quhet, do t'ju tregoj se si e ka emrin pak më vonë. Ishte lezetshëm, është ajo ura me piano, kishim vendosur një boks edhe duke sikur këndonte ajo ura kur kaloje. Ishte freskët, më pëlqen shumë ai lloj ambienti, ajo lloj natyre që ka pak freskëllëk. Edhe po, ishte lezetshëm, unë e rekomandoj shumë kush ka qef natyrën apo ka fëmijë, ta provoni sepse është shumë bukur. Tjetër, pastaj vajtëm në Lindxha. Burri ka shumë vite që vete, me shoqëri, me kështu, ndërsa unë nuk isha vajtur sepse me fëmijë, me Ailën ishte shumë e vogël edhe nuk kam patur mundësinë që të vete. Kështu që zakonisht në Lindxha duhet vesh kur është shumë ftohtë, atë ditë bënte pak ngrohtë dhe ishte nxehtë që futeshe. Ke vajtëm diku ku as burri nuk ishte qenë më duket, edhe ishte një ujë që ishte shumë kuruz për lëkurën, edhe ishte shumë i miri. Mi ka përthar disa plakë që janë vrarë vënde direkt
ishte shumë i miri. Jasona nuk duhej të futej, ishte shumë i vogël, edhe po të lejoj nuk do ta fusja sepse 10 muaj është shumë bebe dhe nuk dua që të shkaktoj diçka tek ai për një qejf. Ndërsa Ajla është e madhe, është 5 vjeç e gjysmë, kështu që u fut dhe ajo pak, jo shumë. Dhe po, edhe atje ndenjim pak, pastaj për të ngrënë tek ai pylli kishte një kështu si punë fast food, kafeterie, por ne kishim marrë me vete, kishim marrë rrugës, kishim bler sanduiça, kishim bler byrek, qëra, edhe nuk, në fakt burri tha që të mirnim, por i thash të mbarojmë këto që kishim, sepse kishim në makinë goxha gjyra dhe t'i blinim kote pastaj kur vinim në shtëpi t'i hiznim, sepse ftohen ato dhe nuk bëjnë më. Kështu që nuk blem gjë përveç se magnetave, që do t'ua tregoj tani. Morëm 2 magneta, që ta kemi kujtim, gjithmonë blejmë nga një për tek frigoriferi, në çdo vend që vemi, që t'i shikojmë edhe të kujtojmë udhëtimet e vogla që bëjmë. Edhe tek këto llinxhat blem mjalt, blem dhe pak llokume, fiksim atje na kishte marrë si uria mua dhe Ajlën, edhe morëm një pak të vogël. Këto kemi bler, nuk ishte ndonjë gjë tjetër. Edhe kemi bler dhe gështenja shumë tek pylli. Kemi një çantë të madhe, morëm disa qese, se na u dukën shumë të mira, nuk vin kaq të mira këtu në pazar, sa atje këtu zakonisht më dalin edhe të prishura, ndërsa atje ishin fantastike. Ndoshta ka vendi atje, nuk e di. Edhe kështu këto morëm. Mora Ajlën nga kopshti, edhe tani kemi ardhur që të shikojmë pak për internetin e shtëpisë, kemi ardhur tek një kompani tjetër, sepse ajo që kishim paguanim shumë fare dhe interneti nuk ishte i mirë, shumë probleme me të, shumë probleme, edhe kështu që po mendojmë që ta nderojmë, meqense ka mbaruar kontrata. Kështu që po, vajta mora Ajlën, para se të merrja Ajlën kisha vajtur pak më shpejt dhe aty është një dyqan me rroba të përdorura, edhe thash të futesha pak që të kaloja pak orën edhe të shikoja për ndonjë gjë. Gjeta diçka, edhe është e re me etiket. Kam gjetur nuk ku mbaj mend emrin këtyre, një bluzë me kopsa të tilla, është nga Zara, edhe është me kështu etiket, nuk është e përdorur fare. Me sa pash, me shpejtë, se 5 minuta kisha kohë, s'kishte as defekte, edhe ajo zonja atje që është shitse më tha, pas ke bërë një zgjedhje super, më tha. Por tani në këtë kohën që është si ngrohtë, as ngrohtë as ftohtë, edhe vesh për pantallona, vesh një kanatiere, vesh dhe këtë dhe je super. Është bërë dark edhe e di që cilësia e videos nuk do të jetë njësoj si në ditën, sepse nuk ka dritë natyrale dhe këto dritat që kam nuk janë shumë të mira për vetëm në tualeti janë super të mira. Por doja t'ju thosha sepse nuk ju mora më, sepse u mora me këtë internetin, mbyllëm kontratën me kompaninë e parë, paguam të gjitha detyrimet që kishim, edhe pastaj vajtëm pak në Lidl, mbas Lidlit vajtëm orën buk, kështu që vajti pak a shumë ora që erdhëm bëra direkt për të ngrënë, kam bërë makarona fëmijëve, quinoa për burrin, sallatra, gjëra të tilla. Edhe pastaj më vonë bëra dhe Ajlën gati për në kërcim, sepse vendosi që të vinte, sikur i pëlqen, sepse atje merrte nga një dhuratë të vogël, nga një lodër të voçkël, edhe sikur i tërheq tani. Edhe kështu. Unë tani vendosa fëmijët në gjumë, edhe lava fytyrën, bëra gjithë rutinën time të darkës, se nuk po e duroj dot me atë BB creamin që kisha vendosur,
nga aknet, kam goxha akne në fytyrë këto kohët e fundit, nuk e di pse. Edhe vesha dhe pijama dhe thash të ulesha t'ju tregoja të gjitha gjërat që bleva në Lidl. Fillimisht do t'ju tregoj këto magnetet, sepse do harroj më vonë që morëm tek pyllja t'ju ku vajtëm. Vendi, sepse e kam të shkruar këtu, quhet Pavlani. Ja ku e keni, është magneti i parë dhe emrin e kemi këtu. Edhe e dyta është kjo këtu. Kështu. Tani t'ju tregoj t'ju bëj një Lidl haul. Nuk është se kishte ndonjë gjë wow në Lidl, por 2-3 gjëra i morëm. Unë kam marrë këtë kekun italian, është unë këtë zakonisht e marrë me moll, e marrë në furrë buket të freskët. Këtu quhet Milopita, është me moll, është identik kështu, ndërsa kjo është me qershi. E thash ta provoj sepse nuk kam provuar asnjëherë. Kështu që e mora. Tjetër kam marrë këto kërpudhat. Kam marrë një hapse shishesh, birra që thoshim ne dikur, sepse nuk kisha një të tillë, që e përdorja edhe për verë edhe për birrë, më kishte zënë pak ndrysh, kështu që e hodha. Kështu që mora këtë. Tjetër ka marrë dhe për Jansonan këtë, nuk e di, kostumin, si i thonë, është për gjumë. Kisha nevoj për një të tillë sepse nuk i kisha. Edhe për tani në këtë kohë që nuk është as shumë shumë ftohtë, më duhej, do të kisha marrë akoma më shumë, por nuk kishte. Ishte i fundit më masën e tij, edhe ja si është. Më pëlqejnë këto të Lidlit sepse janë me pambuk organik edhe janë shumë të mira. Mund të lahen deri në 60 gradë, kollaj. Unë kisha një 2 bati të ajlës që më para dhe janë akoma. I kisha mbajtur kështu kot, biles edhe i kisha harruar, tani i kam gjetur. Edhe nuk u ka ndryshuar as ngjyra. Kështu që për mua këto të Lidlit ja vlejnë edhe për çmimin. Kështu që e mora këtë që të fler Jasona, ta lajm edhe të fler. Tjetër, kam marrë këtë kokteilin me fruta të thata që të kalojmë tani në darkë kohë me to. Të shër bio, sepse ja bëj dhe Jasonas këtë. Moroj burri këtë, këto janë si, nuk e di janë si janë. Morëm dhe avokado, e përdorim goxha dhe ato. Morëm dhe për Halloween, sepse ishim atje dhe mori Ajla një kovë që po vajtëm në Athinë në Village, po vajtëm që të festojmë Halloweenin. Morëm dhe 2 kunguj, një për të bërë, kam planuar të bëj kek dhe nuk e di të bëj këto suprat. Morëm dhe një për zbukurim që ta dekoroj me Ajlen për qejf. Dhe disa qirin me Halloween, do ala në foto këtu. Këto morëm më shumë për qejf për Ajlen, këto qirin të vegjël edhe atë kovën i donte Ajla. Kështu, këto kishim marrë. Tani unë po mendoj që të vendos disa gështenja në furrë, të bëj dhe një çaj, edhe të kaloj pak kohë, sepse jam goxha e lodhur nga dita, kështu që po, me këtë do merrem tani. Dhe ne do të shihemi nesër kemi për të vajtur në ambasadë, plot gjëra kemi dhe nesër për të bërë, por do t'ju marr me vete, dihet ajo. Kështu, i ka tani natën e mirë. Mëngjesit të gjithëve. Unë kam bërë këtë rutinën e mëngjesit si gjithmonë, vajzën në kopësht, jemi kthyer, kam vendosur djalin në gjumë, si çdo ditë, edhe kur po kthesha mora dhe një pako, pak të madhe nga Temu,
Dhe prandaj thash t'u hapja dhe t'u tregoja. Tani sa më fle Jasona, se pastaj me të ai fillon i prek kështu dhe nuk dua që ti kapi direkt, varet se çfarë janë. Pak më parë ta hapim sepse dhe unë nuk ja kam mirë iden. Tani e kuptova se çfarë janë. Unë në fakt kisha, në qoftë se ju kujtojnë që kisha marrë një pako dhe më kishin kthyer lekët ata nga që më ishte vonuar, dhe porosita përsëri disa streçe për vete të zeza dhe një tutin për Jasona për gjumë. Të dyja çuditërisht më kanë ardhur masa lartë dhe për Jasona 2 vjeç e lartë, kështu që unë i ktheva sepse nuk kisha që doja, unë nuk kisha për çati doja. Unë jam masa extra small, Jasona është 1 vjeç, kështu që nuk ka për çaj. Për pak për 1 vjeç, kështu që nuk kemi për çaj dua. Edhe me ato lekë që mu rikthyen përsëri, e bëra një porosi tjetër, mora diçka të tjera. Gjëja parë që ka marrë janë një palë streçe. Këto fakt nuk ka pak të mëdhaja, por unë i kam marrë për Jasonan, sepse ishin për bebe, më shumë për vajza, por këto kur të filloj dimri, që t'jetë shumë ftohtë dhe në mëngjes që çojmë ajle në kopësht, përveç se tutave t'i vesh edhe këto. Pak të mëdha më duke nuk e di, por s'ka problem, sepse tani për momentin nuk kemi çaj duam se nuk është aq ftohtë, është goxha ngrohtë. Dhe po, janë edhe me këto pjesën këtu që vendosen këtu, në mënyrë që mos të ikim poshtë, prandaj dhe i mora. Janë të buta si material, nuk janë të ashpra, pastaj të trasha nuk është se janë shumë normale janë, edhe në qoftë se janë të mira të rehatshme, do t'ju them vonë kur t'i provojmë. Kjo këtu është një organizuese për këpucë, sepse nuk kam akoma një një raft për këpucët. Këpucët e mia i mba poshtë krevatit dhe bet shumë plur dhe ato bën me plur, po dhe te krevati dhe kur dua që të pastroj dhomën, më duhet i heq të gjitha ato që nuk përdorim shumë, dihet, jo këto atlet e gjëra i mbajmë këtu ose jashtë. Kështu që më duhet patjetër një vend që t'i fusja. Është goxha e madhe, edhe është me ndarje, potavinire që janë për shumë këpucë. Në vlogun tjetër do t'i vendosim bashkë edhe të shikojmë nëse na bën punë apo jo. Një tjetër gjë për Jasona, i kam marrë një palë çorape, po që janë me këtë pjesën kështu silikon. Ja mora për tani, unë në fakt edhe Ajlës, kur ka qenë e vogël, edhe Jasonas nuk u vesh këpucë tani që nuk ecin. Por tani Jasona çohet në këmbë dhe rri pak edhe bie është gati që do filloj të eci. Kështu që më duhen një palë të tilla që t'i kemi për jashtë për kur dalim, dhe mos i bli atlete, sepse unë kam atletet e Ajlës, janë gati të reja, shumë pak i ka përdorur, edhe nuk dua që t'u vesh që tani, mendoj se më vonë, se nuk e di, kam lexuar disa gjëra që ndikon te këmba e fëmijëve, kështu që nuk u vesh. Kam marrë dhe diçka tjetër, besoj se nga foto e shikoni se çfarë është. Është diçka që unë e kam parë edhe në youtuberat e tjerë, në vajza që shoh shqiptare, edhe më ka tërhequr gjithmonë, por nuk e dija pse e harroja gjithmonë që ta porosisja, që ta merja me gjërat e tjera. Këtë radhë më doli dhe e mora. Unë kam probleme me syt, kam një lloj smundje, mund të them, nuk e di, si punë alergjie, diçka të lindur, që më duhet ta bëj operim, që kam këto të kuqet këtu. Shikoj shumë mirë, e kam shikimin super mirë, por këtë problemin. Dhe ndoshta nga ky problem, nuk e di pse, por dhe qepa dhe hudhra më shkaktojnë dhimbje koke kur i qëroj edhe kur i pres. Dhimbje koke shumë të forta dhe nuk duroj dot as edhe një lloj zhurme në ato moment. Kështu që
mos t'i grivet, mora një grirëse të thjesht, sepse kam ato blenderat, po ato duan shumë të lahen të bëhen edhe më mirë duroj kokën. Edhe është kështu me këtë prersen këtu. Vendoset kjo kështu, mbyllet besoj. Edhe lëvizet këtu me këtë. Uroj që të më bëj punë, sepse do të jetë një zgjidhje. Këto janë për flokët, janë disa, nuk e di si kanë emrin, nuk më mbaj mend, po që vendosen këtu. Ja t'i hap, po a tregoj më mirë. Janë këto rrathët, nuk e di si t'i quaj, për flokët. Mendoja se ishim pak më të gjerë, por hajde s'ka problem. Nuk para jam shumë tip, materiali nuk e pas ka shumë të mirë, ka shumë sintetik. Nuk para i vendos shumë, por thasht t'i kisha. Kur nuk i kam flokët mirë, nuk i kam që më bërë me ndyrë shumë, sidomos tani që nuk kam boj këtu te kërrënja. Dua që t'i laj më shpesh, sepse më bërë me shumë ndyrë. Dhe kam marrë këto ngjyrat. Kjo është kafe e pjekur, duket nga drita, kafe tjetër, e zezë, edhe kjo e bardha. Kjo është për të dollapi që vendoset shumë dhe varë gjëra. E mora sepse akoma nuk i kam rregulluar rrobat e dimrit që t'i nxjerr edhe të pranverës. Kam hequr vetëm të verës dhe i kam lënë ashtu, nuk i kam rregulluar sistemuar në rregull dhe mendoj që një sirtar ta heq edhe xhinset t'i vendos të varura që t'i gjej më mirë dhe mos të më bëjnë shumë rëmuj. Arsyeja kryesore e kësaj porosie ka qenë kjo këtu. Është një makinë për zhurmat e bardha, një box për zhurmat e bardha për familje. Jasona në natën nuk fle dot pa zhurmat e bardha dhe kam mësuar unë që të vogël fare. E kam mësuar sepse me Ailën, edhe Aila fëmijë është, mund të bëj zhurë, mund të flas pak më fort, edhe mund të çohet natën shumë për në tualet ose nuk e di për të pirur jo kështu. Edhe nuk doja që të zgjohej djali sa herë zgjoheshim ne për shembull, po sidomos Aila. Edhe e mësova me zhurmat e bardha, por e vendos nga telefoni. Edhe shkoj që po telefonin po ma prishin ato sepse janë gjithkohë në YouTube edhe është në karikim, sidoqoftë telefoni shkatërrohet nëse varet në karikim edhe duke punuar. Kështu që këtë ma ka sugjeruar kushëria ime. Ajo më tha që është e mirë sepse unë e kisha parë, por trembesha se kisha marrë një si punë bufi, kisha marrë në xhampo dhe nuk më bënte punë, ajo ishte vetëm gjysmore. Kam dhe një tjetër të Fisher Price që ma kanë bërë dhurat, edhe ajo si arusht dhe ka makinerin brenda, edhe ajo rri gjysmore dhe nuk rri më shumë, kështu që nuk më le vertis. Unë e dua për gjithë natën. Sa në qofse do që të vendosësh familja në gjume të, ka fishën e karikimit, ka dhe këtë që për ta varur, për ta mbajtur në dorë, ndoshta nuk e di. Po, më duket shumë në rregull kjo. Edhe nuk është dhe shumë e madhe sepse unë nuk kam shumë vend. Kam edhe një lodër për jasona, në fakt është dhe një tjetër këtu e fundit. I kam marrë një libër që është me ngjitje. Është rrove sepse akoma fut gjërat në gojë shumë nga dhëmbët, edhe libra shumë prej letre i lë vetëm ato që janë rezistente ndaj ujit. Kështu që i kam blesh me Ailën ato, imagjino jetojnë akoma dhe edhe po t'i fut në gojë asona nuk i ha dot. Nuk i ikën letra. Po, dhe kjo është kështu prej letre, është me kafshët. Dhe ka dhe këto me ngjitje. Është lepuri, majmuni, goxha i riqi, ketri, gjirafa dhe delja. Edhe këto tani, për shembull, është gjirafa këtu, edhe vendoset gjirafa. Ja kështu.
Mu duk shumë e lezetshme edhe përveç se Jasonas besoj se dhe Aela do t'i pëlqej. I ka shumë qejf këto lotrat e Jasonas. Është një ndër dhuratat e Jasonas për datëlindje. Jasona adhuron makinat, do me thënë ne këtu poshtë kemi vetëm makina pa fund. I kaloi faza e topave, tani ka fazën e makinave dhe i ka marrë një lodër këtu. Kjo është për më të mëdhenj, po e di që ai do t'i pëlqej shumë, sidomos 1 vjeç plus. Kjo është që vendoset makina këtu dhe e rrëshket. Uroj që t'i pëlqej, jo vetëm Jasonas, po jam e sigurt që edhe Aela do luaj me të. Edhe po. Këto ishin dhe gjërat që kisha bler në Temu. Mendoj se ja vlejnë, sidomos kjo këtu që më duhej shumë, lodra për 1 vjetorin sepse e mora me goxha ofertë. Më kishin bërë një ofertë me 50-60% ullje, sepse këto prej druri kushtojnë edhe e keni ide, besoj se sa kushtojnë, kështu që ja super vlen për mendimin tim. Opa, bravo Jasona. Jemi këtu në balkon me Jasonan edhe uroj që të më lërë telefonin, aty ku kam vendosur se vete e ngacmon edhe nuk po më le të qetë. Nuk kam bërë shumë gjëra sepse u zgjua edhe nuk më la. Kështu që kemi dalë këtu në balkon që të marrim dhe pak rreze edhe të luaj, këtu është më rehat, luan më qetë këtu. Dhe po. Tani, kjo video ka vajtur pak shumë minuta, kështu që nuk do ta zjas shumë, kam diçka për t'ju thënë dhe do ta mbyll vlogun. Doja të thosha sepse më kanë ardhur disa komente negative. Nuk ndikohem nga këto sepse jam në një moshë që kam shumë vetbesim të vetja edhe jam në një fazë jetë që mërzitem me gjëra më të rëndësishme se sa këto gjëra. Mërzitem shumë, nuk e di, lash qoftës më fëmijët, mërzitem me gjëra shumë të rëndësishme, si shëndeti e këto gjëra. Por, më bën përshtypje se si vinë edhe shajnë ose ofendojnë kur ti nuk ke bërë asgjë. Do me thënë, nuk i njoh fare asgjë. Vjen dikush, hap videon, kur ke opsion që mos ta shikosh fare videon time. Falë Zotit, në YouTube ka shumë vajza që bëjnë video shqip, edhe për mendimin tim bëjnë shumë të bukura, kështu që e mund ta zgjedhësh kë fytyrë që të duket ty shumë mirë, ta shikosh. Do me thënë, nuk ke nevojë të vesh të futesh, shikosh video dhe futesh te komentet dhe të nxjellësh gjithë vrerin tënd në një video. Nuk është gjë e mirë. Në një farë forme është burrizëm edhe kjo që bëni. Edhe të dini nga këto burrizimet kemi dëgjuar boll dhe vetvrasje. Edhe nuk mendoj se është zgjidhje e mirë kjo që bëj. Sidomos këto profile falso që për mua më duket shumë papjekuri kjo gjë që bëjnë. Ju thash, nuk mërzitem, nuk ashtu, thjesht doja që ta cekja, është herë e parë dhe e fundit sepse unë nuk do t'ju jap rëndësi, edhe thjesht një blog, mirupafshim, nuk do kemi më fare lidhje. Por më bëjnë goxha përshtypje se çfarë ka në mendje këta njerëz. Do me thënë, do doja shumë të më thojtë dikush që komenton jo në kanalin tim, por në çdo kanal, në çdo vajzë që bën YouTube, që qa ka në mendje kur shkruajnë këto gjëra, sepse s'janë normale. Do me thënë të sulmosh dikë që nuk e njeh, është anormali, sepse mund të pranojmë komentet e kritik, mund të pranojmë komentet e bukura, po, por të shashe të ofendosh dikë është kështu. Mos harroni të bëni subscribe, ne do shihemi në video tjetër, mirupafshim.